E diela është dita kur vendoset për fatin e komunës së Gostivarit. Qytetarët e kanë në dorë ta përcaktojnë drejtimin që do të marrë qyteti, duke bërë zgjedhjen e njërit nga kandidatët për kryetar komune. Në prag të këtij vendimi të rëndësishëm, nga sheshi i qytetit, ekipi i kandidatit të pavarur për kryetar komune në Gostivar Visar Ademi ka përsëritur edhe një herë pesë zotimet kryesore që sipas tyre definojnë fatin e Gostivarit të së nesërmes. Zotimet kësaj radhe u bën në 3 gjuhë, shqip, maqedonisht e turqisht. Zotëria Ademi nuk premton mrekulli për punë, ndershmëri dhe për kushtim, për zgjidhjet dhe çështjet më urgjente për të vendosur komunën në rrugën e duhur. Në emër të ekipit, kandidatit për kryetar të komunës së Gostivarit, zotëri Visar Ademi, para jush paraqesim 5 premtimet për Gostivarin e së ardhmes. Veprimi i parë i zotëria Ademi dhe ekipit do të jetë për pastrimin e administratës nga korrupsioni dhe punësimet partijake. Do të kryhet një vlerësim i plot i të gjithë ndërmarrjeve publike dhe pozicioneve komunale. Drejtorët partijak do të zaventësohen me profesionistë nëpërmjet mekanizmit të seleksionimit transparent, ndërsa nënpunësit e ndershëm do të qëndrojnë në detyrë. Premtimi i dytë: ta pastrojmë Gostivarin nga beturinat. Brenda 7 ditëve nga marrja e detyrës, qyteti do të pastrohet në çdo mbeturi. Brenda 7 javësh do të eliminohen të gjitha deponitë e egra. Për të mbajtur qytetin të pastër, do të investohet në kontenjer nën-toksor. Mjete moderne, sistem bikqyrje me kamera dhe menaxhim profesional të mbeturinave. Premtimi i tretë: ta pastrojmë Gostivarin nga qend e ndacak. Më konkretisht do të merren masa si vendosja e kontenjerëve të mbyllur, rrethoja me ultratinguj në zonat e banuara, programe masive sterilizimi për të kontrolluar popullatën e qenve e ndacak, reaktivizimi i qendrës për trajtimin e qenve. Premtimi i katërt: ta ringjallim ekonominë. Plani parashikon që Gostivari të bëhet qendra e bizneseve të reja dhe inovacioni në Ballkan. Krijimi i brendeve lokale përmes mbështetjes profesionale, infrastrukturës moderne dhe investimeve të qëndrueshme nga diaspora dhe granteve në partneritet ndërkombëtar. Premtimi 5: t'u kthejmë pushtetin qytetarëve.